Kryetari i LSDM-s Venko Filip që propozon në referendum për antarësimin e maqenisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ai tha se qytetarët duhet të vendosin vetë nëse duan të paguajnë çmimin e politikave, siç i quajti ai, kriminalit të Hristijan Miskoskit dhe VMRO të Pëmënes. Dje dëgjuam Hristijan Miskoskin duke thënë, nuk do të ketë më lëshimi për hyrje në Bashkimin Evropian, jemi të gatshëm të paguajmë çmimin. Këtu shtrohen dy pyetje, cilat janë ato lëshime dhe kush do të paguajë çmimin. Për lëshimet kemi dëgjuar deri tani, gjithçka që tha rezultoi të ishte një gënjeshtër e madhe. Premtonte se do të kthente emrin, se do të anulonte marrëveshjen e Prespës, se gjuha dhe identiteti ishin të rrezikuara. Por kjo fushatë e rreme gradualisht u zbulua dhe qytetarët tashmë e dinë se asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Ai shtoi se çmimin e izolimit nuk do të paguajnë funksionarët e VMRO-s, por qytetarët dhe brezat e rinj. Nuk do të paguajë Miskoski, as bashkëpunëtorët e tij apo ministrat e tij, sepse të gjithë ata kanë pasaporta bullgare në xhepa. Nuk do të paguajë banda e tij kriminale. Çmimin do të paguajnë qytetarët, familjet tona, fëmijët dhe të rinjt. Kjo band në pushtet nuk di të udhëheqë shtetin, nuk ka kapacitet dhe as njohuri, e kanë zhytur vendin në borxhe, kanë rënuar standardin jetësor dhe qytetarët mezi mbijetojnë nga një muaj në tjetrin. Sipas tij, pushteti po i manipulon sërish qytetarët me gënjeshtra për Evropën dhe identitetin, ndërsa tha se arsyeja e vërtetë pse VMRO-ja ikën nga Evropa është frika nga përgjegjësia. Ai porositi se ardhmja e shtetit nuk duhet të mbetet peng i politikave të gabuara të pushtetit dhe kërkoi që qytetarët të deklarojnë drejt për drejt.